Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Injoroni ndonjëherë muj sepse është mëngjes dhe jemi përgati që t'ikim te shkolla, në punë edhe te shkolla, çepaçulat. Kam bërë një cappuccino që ta marr me vete dhe kam provuar këto kapsulat nga Nespresso që janë për cappuccino, sugjerojnë dhe janë pistachio vanila. Unë bëra një dje pas dite, sepse erdhi kolega ime që t'i bëja thonjë. Edhe më pëlqeu shumë, kështu që thash po e bëj edhe një sot ta marr me vete në punë, sepse më kanë mbaruar kapsulat e kafes atje dhe duhet që që t'kem kafe me vete. Sot ka dalë dielli, se dje ishte një erë dhe një kohë shumë acaruese. Ju do shikoni në video që unë kam bërë dhe lash lift shumë natyral, sepse nuk doja të egzageruar. Mbase herën tjetër që do vi dhe afroj dhe vera, mund t'i bëj pak më të kthyera, por që thjesht kaq. Ne erdhëm në shtëpi, është ora 7:10 e mbrëmjes. Tani nuk po heq këtë kastile se po bënim kek me Roelin, e tha, a mund të vejmë pak miell këtu edhe ta kemi kujtim? I thash po. Edhe kështu bëm një foto. Kam akoma rrobat e punës që në orën 7 të mëngjesit për 12 orë, se po erdha në shtëpi dhe ula, pastaj plus që qëndruam te parku dhe erdhëm në shtëpinë 5:30. Ose jo, më vonë, pothuajse në 6. Kështu që kemi bërë kek, nuk kam bërë asgjë për darkë, dhe shpejt do bëj ca makarona. Edhe është bërë vendi këtu siç bëhet kur ndihmojnë kalamiçat. Ajo ka qenë një kohë shumë e shpifur me shumë erë edhe shumë pluhur, gjethe, nuk e di domethënë, mezi pres që të bëj një dush. A thiri njeri ma? Ndërkohë janë qitë miell. Por nuk ka gjë. Sot edhe këtej. Jam jo për dush, po për tyrë në lavatriçe, kështu me gjithë rroba siç janë. Edhe keku, prisni t'i ndez blicin se duket më mirë, ka dalë fantastik, shumë si sfungjer. 2 do me thënë që bëm. Këto janë Oreo Bites. Në fakt duhet i kisha bërë më të vogla, si që i bëra nga brenda, se ngjan si shqullur ajo pjesa, po okej, nuk është mirë, tani duhet ta provojmë. Një supermarket i shpejt, jo i shpejt. Po i bëj kështu, kur ti sistemosh ti do t'i tregoj unë, do të bëj Alina supermarket haul. Mora ca brinj kështu deri, se di më çojnë mallin e Shqipërisë. Qofte të vockla, mish të grirë, bazike që marrim ne, një pul. Mora ca si këto kompostët e pjeshkës, sepse janë shumë të mira për sistemin tretës. Ullin të zinj, i kam shumë qef këto të Sainsburyt. Starbucks, nuk kishte tetën që marrim ne, po we don't mind, se edhe 11 është e fort goxha, por e fort duhet kafe që do të hapi syt. Lule shtrydhe, kofsha pule, frit. Edhe TV license që ne nuk e përdorim asnjëherë, kështu që s'ja vlen ta bëjmë. Mora gjithë këto nga Sainsbury, duhet t'i shikoj, në fakt asnjëherë si shoh këto kuponat, kam dhe ca në çantë. Patatina, mora si ky djathi. Kjo është brendi më i lirë që ka Sainsbury, ua mësor për marr frym, por kosi për shembull më pëlqen shumë i kësaj, kështu që thash do provoj një herë këtë. Edhe ta shikojmë, nuk është si e madhe, është e vogël. Mora 2 bojra flokësh, se duke u larë flokët për ditë, del kjo e kuqe e shkrejt, edhe mora 2 pica.
që t'i bëjmë base sonte për darkë, ta bëj pushim. Very Po, tani unë në gjasme po filmoja, po nuk e kisha shtypur. Anyway, kisha marrë këtë termosin që ka matësim perfekte. Pica do t'i bëjmë mami lëri aty. Edhe më ranë tokë çfarë, si ditë e parë që u përbër. Po hajtë. Edhe, por ka sasin perfekte dhe nuk derdhet këtu. Me këtë të silikonit, pak të nuk ndodhi, sot vetëm kur u përplas. You can't, po duhet ta liroj një herë mami vendin që ti fusësh t'i gjërnit mishrat për para. Mishrat, po. Mishrat. Në shikoni, nuk në shikoni. Po në ndihmon Alina. A ke më shumë mish akoma? Oh, I put the mix down here. Yeah, but I'm gonna put them. I'm gonna put Po them. shumë lart mi mami. No, not good. Okej. Kjo vendoset para. Bravo. Very fair. No. Jo, okej. Hapu tani. Only these pizzas. Pizza do bëhen. Mummy just need another ladder to Hap të derën. Hap të derën. Come on then. Come on. Yeah, we should go put you back here. Yeah. Remember in the old house, eating house clothes? You and me made friends. No, yeah. 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 Way bigger than the little friends at our house. Well, I think the Washington they didn't buy. Yeah. O, zoti ma. Duket që nuk e shikon fantën me sy, po bën party Alina. Ndërkohë kemi dalë kështu si nga shtëpia të dyja. Me që dolën çunat. Edhe po kërkonin për kafe. Tani është darkë, e diel janë mbyllur Yeah. kafet e lagjes. Edhe Kështu që do e pi kafe në shtëpi Alina me mua. Edhe sepse nuk we didn't find any kafe të hapur, kemi rejt pak ke dhe pond edhe pastaj Keni qëndruar te dhe pond. pastaj mami bought me Yes. and then we paid and we gone home. We walked We are going home. and then we are going home. Shqip, nuk të marrin vesh këta anglisht Alina. Edhe pastaj ke shtëpia. Te shtëpia. Pas kemi shumë bicikleta sot këtej. Po. Bro are not fighting. Bro are not fighting me. Në të losësh aty hide and seek. Yeah. I could go. Po shkojmë në shtëpi. Tentative dështuar për kafe. Jo që është problem shumë, po. Do shkojmë të pimë në shtëpi. Të lullet që mora unë janë me vazo plastike, po kam vazo në shtëpi, shpresoj që t'i bëj. Se këto nuk është të zgjasin shumë. Sa e kaputur jam. Puna është që unë i filloj vitaminat edhe i le. Por duhen që të mos ndihemi kështu të kaputura. This way, this way. Jacket on? Oh, sa dhe madh. Dhe i lem këpucët. I lem këtu të dera derisa të na bëhen një mal me këpucë. Kur është drita? Ready to face my panda. Okay, it's okay. It's okay. Prit me Alina. Shikoni sa e bukur që është. Open my panda, please. Prit me Alina. O, zoti madh. Morëm të letra të lagura. Që i pak të vendi Alina. Only if you do this. Ja, e dy gata ofte. Mora salqicët që ka qef Alina. Edhe mora këtë kremin. Është locion në fakt.
është për trupin, Për ullën. që është për beba. Edhe ka goxha sasi, por What, so it's for us? yeah, you can like massage yourself after shower. What does... Rita shikoj një herë si është. Okay. How does it smell? Can you Nuk smell? ka dhe një aromë. Mund të vendos të krahu jot? Vendos të krahun, duket shumë soft. Can I try by Edhe më myself? pëlqen që s'ka aromë. Tani të gjej një vazon për lulet. Kam këtë vazon që ta provoj sa bën lulja. Edhe pastaj... Unë do bëj një kafe. Shiko si e ke tundur ti, o moni. Nuk tundet kjo shpirtë rrugës. Se është me gaz. Merre tani. Thank you. Të lutem, kujdes të mos e derdhësh si që derdhe dje Anita. Hey! Te tapeti, okej? Mund ta provojmë pak? Gas. Shumë gaz. Kjo Fanta me qa është? Fruit twist. Nuk e di, është shumë e mirë. Mund të shkosh tani. E kam bërë. Kjo është fazo më vockët, por do më të gjërë vazon këtu lartë. Shikoj një tjetër. Kjo këtu. I don't know, Alina. Edhe kjo nuk i bëkur ka. Alina, shiko më mi atje, është divani ose tavolina, nuk e kam këtu me vete. Edhe, nëse nuk i bën edhe kjo, të thoni, nga i kam gjithë vazu, nga lullet që kam pasur, që më kanë dhuruar, se unë nuk mbjell dot lule, sepse i kam fobi krimbat. Do me thënë, është një qka që nuk e bëjtot. Nga të gjitha, kjo është pak më mirë. Sepse, provoj e prap. Në gjanë, kjo akoma këtu e bardh, e gjyra vishnje, po okej. Unë i kësha marrë që ta vendosja të dritarja këtë, ku kam ca lule të tjera, por mund të vendos të dritarja këtu, derisa të heqa të lulet. Por në gjanë lezetshëm. Krahët si duken me kanatjere, por i kam patur edhe më të shëndosh. Edhe do ulem t'ju tregoj tani për peshën. Pastrojmë një herë rëmujen që bëm, se bëra fshesën me korrent para se të dilja. Alosa dhe rrobat i bëra gati ato që janë për hequr. Edhe dola në Alina. Kam një malmen për të larë, por do bëj sikur nuk i shikoj. Tani me që është dark, unë do bëj një nga ato kapsula që janë pistachio vanila, se s'po më vjen të emri. Edhe kam ende pak qumësht. Ta bëj si cappuccino. Do jetë shumë e lehtë, se nuk është e fortë si kafe, por sa për të hequr atë. Tani unë e bëra cappuccino time, që është më shumë s'ka ngjyrë si kafe, do me thënë është e lehtë. Edhe erdha ula këtu te dhoma Roelit, me qenë se Roeli nuk është këtu. Po ja marrë me qera dhomën pak. Edhe ka ikur të shoku Erionit, bashkë me Erionin, se ka dy çuna ai dhe Loz knaqet. Anyway, por që dua të dëgjoj dhe Alinën, se e kam lënë qikoj YouTube e nuk dua të shofi budalliqe, edhe mund ta dëgjoj. Nuk e di si do duket ndriçimi këtu, sepse kam dritën mbi kokë. Por, kam patur plan që t'ju tregoja, se si kam humbur plot 5 kg. Janë dashur
2 muaj që t'i humbas, edhe do thoni ju si. Atëherë, për 7 javë që unë mbajta kreshmet e pashkëve, kisha hequr totalisht sheqerin e përpunuar, sepse nuk lejohet që t'hash produkte bulmeti, që praktikisht të gjitha çokollatat, edhe cookie, donuts, biskota, çdo lloj ëmbëlsire mundshme ka qumësht. Ose vezë. Nuk kam ngrënë po ashtu makarona, sepse kanë vezë, nuk kam ngrënë mish ose pul. Me thënë, 0 sheqer, kam ngrënë vetëm 2 herë në 7 javë Haribo, që i lexova dhe nuk kishin përmbajtje bulmeti, kur më kishte çuar mendja shumë keq për një gjë të ëmbël, edhe kam ngrënë Haribo, por asgjë tjetër. Ama kam ngrënë fruta, kam ngrënë komposto për shembull, që nuk kishin sheqer vetëm në lëngun e tyre, por sheqer natyral me pak fjalë. Unë kafen e gjithsesi e pi pa sheqer gjithmonë, kështu që nuk e kisha problem, por ka qenë e vështirë. Duke mos patur mundësinë të ha këto gjërat, për shembull darkave vonë, kur shikoja ndonjë gjë thoya, ok, nuk po haj fare. Sepse me kalimin e kohës fillova të kuptoj që realisht unë isha e ngopur me ushqimin që haja, sepse haja peshkun, ton peshku, orizin, suprat, perimet, haja larmishmëri çdo ditë, ose kur haja tek shkolla merja opsionin vegetarian. Ka qenë tamam si një detox. E vështirë, po thjesht e kisha vendosur, sepse unë e kam vendosur dhe herë tjetër dhe e kam lënë për 1 javë, por ishte kjo besimi feja, që ishte një shtysë shumë e madhe, bashkë me vendimin që mora që do ta mbaj për 7 javë, edhe e mbajta. Ndryshime fantastike, përveç se kam rënë në peshë dhe çdo kush që më shikon e vëre, sepse 5 kg nuk janë pak, por lëkura, gjumi, nuk kam ndjesi lodhje ose kputje të pakuptimt, vetëm nëse jam lodhur vërtet, energjia, humori, po themi, e di kur ndihesh pa humor, kur nuk ke ndonjë arsye, nuk e di, ka ndryshuar totalisht mënyra e jetesës, edhe jam jashtë mase shumë e lumtur. Tani pas pashkëve, e vetmja gjë që më kishte marrë malli ishin vezet e ziera, që është okay sepse më mund t'i hash dhe nuk ka problem, domethënë. Por e kam vënë re, për shembull këto ditë e kam tepruar me ushqimin, edhe me sasinë, por edhe me, për shembull hëngra tiramisu, kishte marrë Erioni tiramisu edhe hëngra tiramisu, kam ngrënë akullore një ditë, edhe një ditë tjetër, para 1 jave, më duket një copë çokoladë, jo të madhe, por prapë domethënë. E kam tepruar. Gjithsesi, unë nuk dua që t'jem e tmerrshme me veten dhe të ndaloj çdo gjë, sepse këtë qëllim kam, të mos ja privoj vetes një gjë nëse dua ta ha, por të mos e teproj me sasinë. Kështu që pas pashkëve unë kam filluar të ha normalisht, por vëre për shembull që pula, qumshi më japin fryrje, kështu që do mundohem t'i eliminoj prap dhe të vazhdoj me ton peshku për shembull, që ndjej të mban të ngopur, ka shije për mua shumë të mirë, qoftë me sallata nga më të ndryshmet, ose vetëm me oriz, ose me çdo lloj gjëje të mundshme, dhe të ngop edhe merr vlerat e duhur. Përveç sheqerit dhe sasisë së ushqimit, që e kisha minimalizuar, po them, haja kaq sa më duhej, jo. Dhe pastaj ju thoja edhe kolegëve të puna që, domethënë, si ka mundësi, qa i kam bërë vetes duke ngrënë kaq shumë më përpara, realisht kaq shumë. Është shumë e vështirë të ndalosh veten, por duhet një afat kohor që të krijohet si një ves, po themi, që të heqësh dorë nga gjërat që nuk duhet, por kryesorja ka qenë sheqeri. Numër 1, sheqeri procesuar, që më ka ikur komplet ajo ndjesia që kisha të haja gjithë kohën, edhe pse isha e ngopur. Domethënë tani në momentin që ngopem, e lë, nuk ha më sepse nuk mundem. E komandoj sa ka nevojë stomaku im. E teproj disa herë tani prap,
por jam brenda akoma. Uroj me gjithë zemër që mos ta shikoj kurrë më 80-ën në peshore, por të shkoj poshtë 70-ës, por avash, dua që ta bëj si stil jete tani më, nuk dua që t'jem e fiksuar që të humb peshë njëra tjetra, por të jetë si një pjesë e imja. Një gjë tjetër që më ka ndihmuar është që kemi filluar të ecim për në shkollë në mëngjes, sepse nëse Reli dhe Alina marrin ose biçikletë ose skuter, unë duke ecur me hapa të shpejt është diku tek 35 minuta. Këta zgjohen në mëngjes, kështu që sa të rinë të zihen në shtëpi ose të kërkojnë të shohin televizor, dalim jashtë edhe ecim. Kështu që të hënën edhe të martën, në mëngjes rrugën për në shkollë, pastaj të ejteve, bëjmë në këmbë rrugën nga noti për tek shtëpia, që është pak a shumë gjysmore, buzlumit, kohë fantastike dhe të dalësh për qef, jo më kur e di që të bën mirë edhe për peshën, edhe për mendjen, edhe për të gjitha. Kështu që edhe kjo më ka ndihmuar shumë, do me thënë hapat që kam bërë, unë jam në këmbë tek puna, jam në lëvizje gjithë kohën, edhe kur vi tek shtëpia, edhe në parku me fëmijët. Në fakt në park është vetëm vend ku ulem 10 minuta. Por ecja do me thënë më ka ndihmuar jashtë mase shumë, sepse unë kam humbur kilogram tek kofshët, që unë kam shumë problem të humbas kilogram aty pa bërë stërvitje. Sepse, edhe barku, pavarësisht se më shfryr këtë ditë, ka rënë goxha ose krahët ose kudo. Kam arritur të vesh pantallona që nuk më futeshin fare mbi pjesën e gjurit, 2 palë pantallona. Edhe jam shumë e lumtur, do me thënë është një gjë që nuk të motivon pastaj që të vazhdosh edhe të vazhdosh. Edhe kam bërë abonimin me Ilmonën, që shpresoj shumë që ta ndjek, sepse është 4 herë në javë stërvitje, e hënë e martë e njëjtë e premte dhe yoga të shtunën. Tani Roeli futbollin e kam mbaruar të shtunave, do na mbledhin një herë sa për kështu, por që gjatë javës do përpiqem jashtë mase shumë që ta bëj në të njëjtën kohë që e bëjnë online aty. Nuk dua të humbas më kilogram dhe t'jetë mishi pastaj si qull, se ç'kuptim ka pastaj. Edhe unë Ilmonën e kam provuar edhe herë të tjera dhe kam patur rezultat, dhe pse ka qenë vetëm 1 muaj dhe unë kam bërë shumë pak nga sa mendoj që mund të bëj tani, sepse kam qenë pothuajse 86 kg dhe është goxha peshë. Do me thënë ajo do një disiplinë të papar, jo që është shumë tani, se 78 kg jam, por që ndjej veten më të lehtë. Jam shumë e lumtur për veten për këtë gjë. Tani unë se disa minuta kam folur këtu, mbase ju bezdisa, por doja që ta ndaja këtë me ju. Edhe do ju them dhe si shkon stërvitja edhe çdo gjë tjetër, por që mezi pres të humb edhe 5 kg të tjera, edhe të jem edhe tonifikuar, edhe pastaj edhe 5 kg të tjera, edhe të jem e shëndetshme, edhe e lumtur me trupin tim dhe në trupin tim. Ka rënë shi me palt, ne ka bërë dritaret shull, edhe është vranët. Nuk është ftohtë, po thjesht kur shikon vranët e sa zgjohesh nga gjumi edhe do t'jesh akoma poshtë patanijes. Sa zgjohesh, bie fjala se ora 9:01 qerek, por ka rikuar orën Alina edhe ka vendosur këto këngët tani, por që janë zgjuar në më herët se në 6, edhe mbrëmja në ullur në orën 9 për të fjetur, nuk e di do me thënë. Do me thënë e di, se gjithmonë sa herë që i lej më shumë, në orën 9 s'ulen, këta po, edhe 8:30 po t'ulen, zgjohen shumë më herët se zakonisht, kështu që... Mom! Yes. Yeah. Could I make your favorite can I make your favorite What? thing? Can I bake apples? Oh, no.
please. No, I want to have my coffee first. Can I get some We red? haven't got apples. Oh, can I do bananas then? No, kemi banane, portokall, dhe shtrydhe, Wait, Alina, kornica. Po no, nuk dua të ha tani, mami, kam bë kafen që të pi. Hangra një banane tani, pa lidhje do me thënë, që s'kisha pse të haja. Por e rregullojmë gjatë ditës. Se që po bëjnë atje nuk e di do me thënë. Anyway, unë do pi kafen edhe vetëm do rri. Do presim që të sqohet të Rioni. Edhe By the way, I'm telling you something. Every time Rowan Çfarë? has that, I was thinking Çfarë? from here, can you see it? No, nuk shikoj dot. A ka ndonjë emër ajo gjëja? That door, Po. can you see it now? The storage door. Yes. Okay. Kan a ka atë white stall aty lart? Po. Mu ta marrësh? Për çfarë do? Unë thash se do vesh trish këtu me mua. No, this under the end. Because I love doing it. Oh, What's in? well, duhet enët. Oh. The dishes. So I can do it. Jo tani, mami, sa jam ullë që të pi kafen. Okay, but when Edhe- Ray is done, do done. Kur të zgjohet babi. No. No. Yes. No. Edhe do me bë ent, Alina. Unë më presin roba për të hekurosur. Edhe do vete një lavatrice. Do ju sistemoj çantat për nesër, s'kan bërë as detyra as gjë. Këto kohë. Që dhe unë kam qenë me ngarkuar të puna, edhe kemi shpenzuar më shumë kohë në park. Por anyway, nuk është se të bëhet nami. Qie këtë kafen tani, edhe shihemi më vonë nëse dalim ose nuk e di. Mund t'ju marrim me vete. Jemi bërë gati edhe unë me Alinën se çunat. Ha mami, dolën. I know. Ajo lavatrice që nuk është në nivel e nxjerr shkumën, të rregulluar. Nejse, ne po dalim, kanë dalë edhe çunat, ata kanë dalë veçmas me shokët. Edhe unë e Alina do shkojmë të pim një kafe bashk, si mami dhe goca. S'është se kisha shumë qejf të dilja, po hajt nga Alina. Can I Or- keep this one inside too? Okay, well, I'm gonna have it back when Alright. we come back home. Edhe kështu kam gatuar What am I gonna për put nesër dhe inside? pas nesër, për në punë, për Erionin. Makarona me mish të grirë që bëra dhe sot, kurse për vete do bëjnë një sallat me ton peshku që ta marr me vete. Kam hekurosur, kam prap gjëra për të bërë, por Mom, po daj it's një herë. okay. Shiko pak këtu.